jo unë ta përmendim punën time, por unë do ta përmendim punën tënde dhe ti punën time. Kështu është para Allahut, e kemi obligim moral, fetar. Nuk është të ta humbja që i kanë thonë tani mes me para majta. Por njerëzit do ta përmendin për shkak se punë të mëdha do të përmenden. Andaj, po den Allahu, po don Zoti ta realizojë. Sigur që e kanë bënë vëllezërit tanë, edhe ne do ta bëjmë, sepse pejgamberi ka thënë muslimani për muslimanin është pasqyrë. Unë e kam pa, e më ka dhënë shumë me udhë, sepse këta punë i kanë pa në botën arabe, në botën islame përgjithësi. Kanë mbet ata të cilët e kanë dhënë deri ditën kur është tim brenda, aty është paguajtur definitivisht, ka vetë emrat atyre me shkronja të zeza, nuk hetën prej vend të shejt xhami, andaj shpresoj me emrin e Allahut lënë mbetën edhe emrat e tonë. Por emrat e tonë sigurisht secili do të paguhet para Allahut me fuqinë që e ka pas, por do e kanë prapë sinqerisht. Nuk besoj që do të japim çati që e ka bën deri sot. Për momentin, inshallah dhe dikush ju thash mbron pak se hekare nga të vllazëri shok, thash kjo puna me emrave ka me qenë sikur në skijim. I pari kur këtën, e ka dhënë me pranë, se s'ka qirë, ama tani kretë valët për i fuqisë qetërit që del. Andaj inshallah kështu do të venditën për e jo me shkronja AA,